Kjo ngjarje shkaktoi dy probleme madhore. E para ishte dëm ekonomik, që më shkaktua mua. Si pasojë e këtij dëmi, njëkohësisht është dëmtuar dhe ndërmarrja Tirana Parking. Dhe problemi i dytë ishte identifikimi i autorëve. Pra bënja përballë përgjegjësisë ligjore autorët ngjarjes. Për sa i përket dëmit ekonomik, vendosa ta paguaj vetë nga të ardhurat e mia dhe në të njëjtën kohë i kërkova ndërmarrjes Tirana Parking që të kryej veprime për mëtejshme për identifikimin e autorëve, vënë përballë ligjit, sigurisht për të rikuperuar dëmin ekonomik, e cila do të ishte e gjatë dhe do duhej shumë kohë. Prandaj kjo ishte arsye kryesore që unë vendosa që ta paguaj vetë dëmin ekonomik, pavarësisht se nuk isha unë shkaktari. Për të realizuar këtë veprim, më merr në telefon kryespektori Ervin Memi dhe më thotë të vi në ambientin e punës, sheshi Parking Nën Toksor, për të plotësuar një proces verbal për pagesën e këtyre detyrimeve që kishin ndodhur në punë, fal ndërhyrje të paligjshme të autorëve. Dhe në momentin që paraqitëm në ambientin e punës sërish për të plotësuar këtë proces verbal, më dalin përpara dy civil, më prezantuan si punojës policie dhe më kërkuan për të më ndaluar sepse kisha një kallëzim nga shtetësa kolegja Ornela Morati. Mu duk diçka e habitshme, por pranova padyshim që të kryej veprime dhe me to. Nuk e konsiderova ndonjë problem shumë të madh. Dhe shkuam në komisariatin numër 3 Tiranë.